Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në jetën tuaj sentimentale sot mund të ndjeni nevojën për më shumë vëmendje nga partneri, por komunikimi i hapur do t'ju ndihmojë të largoni keqkuptimet. Në punë, një koleg mund t'ju ofrojë një këshill të vlefshme që do t'ju ndihmojë të përparoni në projektet tuaja. Kujdesuni për shëndetin tuaj duke shmangur stresin dhe duke bërë pak aktivitet fizik. Financat paraqiten të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme sot. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Dashuria sjell momente të ëmbla dhe të qeta, veçanërisht nëse i kushtoni kohë partnerit ose familjes. Në ambientin e punës mund të hasni disa sfida të vogla, por me këmbëngulje do t'i tejkaloni me sukses. Mos e neglizhoni shëndetin, është koha të kujdeseni më shumë për ushqimin dhe pushimin. Financat janë në një fazë të mirë, por është e këshillueshme të mos merrni vendime të nxituara për investime. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Dita sjell energji të reja në marrëdhënie, ku një bisedë e sinqert mund të forcojë lidhjen tuaj. Në punë mund të merrni një lajm të mirë që lidhet me një projekt ose mundësi të re. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me lodhjen mendore. Në planin financiar do të jeni të kujdesshëm dhe mund të planifikoni shpenzime të rëndësishme. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Në dashuri, sot do të ndjeni nevojën për siguri dhe stabilitet, prandaj ndani ndjenjat tuaja pa frikë. Në punë, përpjekjet tuaja do të vlerësohen dhe do të merrni një kompliment të merituar nga e prorët. Kushtojini vëmendje shëndetit të kockave ose muskujve përmes ushtrimeve të lehta. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, shmangni huat dhe blerjet impulsive. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Marrëdhëniet janë të mbushura me pasion dhe entuziazëm, por kujdes nga xhelozia e tepruar. Në punë, kreativiteti juaj do të shpërblehet dhe mund të merrni një ofertë të re interesante. Shëndeti është i qëndrueshëm, por është mirë të bëni pak pushim për të rikuperuar energjitë. Financat po përmirësohen, por mos lejoni që emocionet të ndikojnë në shpenzimet tuaja. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Sot do të ndiheni të lidhur shpirtërisht me partnerin tuaj dhe do të kaloni momente romantike. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të jetë i frytshëm dhe mund të zgjidhni një problem të vjetër. Kujdesuni për shëndetin mendor duke gjetur kohë për relaks dhe meditim. Në planin financiar është një ditë e mirë për të bërë plane afatgjata dhe për të kursyer. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Dashuria vjen me surpriza të këndshme dhe një takim i papritur mund t'ju emocionojë. Në punë, sot do të keni mundësi të shfaqni talentet tuaja dhe të fitoni vëmendjen e drejtuesve. Shëndeti është i mirë, por mund të ndjeni lodhje në orët e vona të ditës. Financat janë të balancuara, por është mirë të shmangni shpenzimet e mëdha. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Në marrëdhënie është një ditë ideale për të sqaruar çdo paqartësi dhe për të forcuar besimin me partnerin. Në punë, përqendrimi juaj do t'ju ndihmojë të përfundoni detyrat më shpejt se zakonisht. Kujdesuni për shëndetin e tretjes dhe konsumoni më shumë ushqime të lehta. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni rreziqet e panevojshme në investime. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Sot mund të përjetoni emocione të forta në dashuri, ndaj përpiquni të ruani qetësinë në biseda të ndjeshme. Në punë do të hasni mundësi të reja që kërkojnë guxim dhe vendosmëri për t'i shfrytëzuar. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj energjisë suaj, ndaj mos e teproni me aktivitetet fizike. Financat janë në rritje, por është mirë të bëni një plan të qartë shpenzimesh. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar.
Në jetën sentimentale mund të ndjeni të pavendosur për një çështje të rëndësishme, por dëgjoni zemrën tuaj. Në punë, bashkëpunimi është çelësi i suksesit sot dhe mund të merrni mbështetje nga një koleg i besuar. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni pushimin dhe hidratimin. Financat kërkojnë kujdes, prandaj shmangni shpenzimet e tepërta. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Dashuria do të jetë në qendër të vëmendjes, sidomos nëse merrni iniciativë për të surprizuar partnerin. Në punë, një ide e re do të vlerësohet dhe mund t'ju sjellë një mundësi për avancim. Kujdesuni për shëndetin duke bërë më shumë aktivitet fizik dhe duke shmangur ushqime të shpejta. Financat janë të mira, por është mirë të ruani kursimet për projekte të ardhshme. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Në marrëdhënie, ndjeni nevojën për më shumë liri dhe hapësirë personale, ndaj komunikoni hapur me partnerin. Në punë, dita është e favorshme për të nisur një projekt të ri ose për të eksploruar fusha të panjohura. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të bëni pushime të shkurtra gjatë ditës. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet për gjëra të panevojshme. Për të rejat më të fundit nga politika bota sporti showbizi